të mendë me kolegun Armand Xhelili dhe dalim pak nga rrjeta normale e programit Shtypi ditës dhe ju për situatën në Vlorë me rreshtit e shiut edhe me prurjet e lumenjve. Armand, mirëmëngjes, të përshëndes. Ku ndodhesh dhe çfarë situate kemi konkretisht? Mirëmëngjesi, ndodhem në urën e Mifolit në fshatin Fitore, aty ku niveli vjosës ka arritur në 8.3 metra mbi nivelin e detit, çka ka bërë që vjosa të dali dhe përpasoj të përmbyti disa banesa. Konkretisht, 3 janë banesat e para të cilat u përmbytën që në momente në cilën doli vjosa në shtrat dhe pikërisht banesa në fshatin Fitore. Ndërkohë që 7 banesa të tjera u përmbytën nga ujë në njësi Novosel, në cilin i përkasi komunitetit rom, por në fshatin Novosel u përmbytën edhe ato janë në krahun e lumit të vjosës. Gjë që si pasoj e prurjeve në cilën ka patur deri në orët e para të mëngjesit, të paktën unë pata një komunikim edhe me kryeun e njësisë administrative apo edhe me emergjencat, prurje të cilat vijnë nga Memalia, Gjirokastra dhe Përmeti vjon të jenë ende me intensitet të lartë, çka normalisht tregon që vjosa vjon të ketë prurje. Por fatmirësisht, sikurse thon edhe emergjencat, mungesa e erës, pra nuk fryn erë dhe normalisht deti nuk është në baticën e dur, pra bën që vjosa të derdhen në det dhe përpasoj të mos krijoj atë vakumin, si shton emergjenca dhe në mënyrë që të shkaktonte dëme të tjera, pasi prurjet janë të larta aq sa edhe vitet e kaluara. Ndërkohë që tokat bujqësore janë përmbytur me 10 hektarë në fshatin Mifol, në Novosel dhe në Fitore. Ajo çka të paktën banorët më ngrit një shqetësim edhe mbrëmjen e dieshme është argjinatura e cila është krijuar në 2019, argjinatura midis Bishanit dhe Poros. Përgjatë lumit vjos kishte pësuar çarje si pasojë erozionit, çka tregon sipas banorëve që më thanë edhe mbrëm nëse do të vazhdojmë me këtë intensitet, ajo ishte një ndër goditjet në cilën ka pësuar në përmbytjet e fundit, çka bëri që uji të arrinte deri në disa fshatra të tjerë. Megjithatë, normalisht emergjencat janë në shtratin e lumit vjos, pranë urës së Mifol, janë duke monitoruar situatën. Në intervistë që mora dhe mbrëm, kreun e emergjencave Akit Çako tha se do të qëndrojmë deri në sistemimin e situatës. Armand, më prit pak, lutem, sepse kam edhe diçka për ju, pra një pyetje që besoj ka interes, por në është bashkuar dhe kolegja Mimoza Sinanaj. Mimoza, mirëmëngjes, jemi brenda qytetit ku ndodhen ju, pedonalja, rrugët kryesore dhe qënka e mbuluar nga ujë. Pra, Osumi ka dalë nga shtrati aty. Po, mirëmëngjes, rënit në intensitet të lartë të rreshjeve të mbrëmshme, sidomos në zonën e Skraparit, e kanë shtuar do më thënë lumin Osum, i cili po thuaj se ka dalë nga shtratin gjatë orëve të para të mëngjesit të sotëm, dhe si dhe ujrat e bardha të rëna nga kodrat përreth Beratit, të gjitha këto janë mbledhur në pedonalen e qytetit, ku me gjithë paralajmërimin e bërë nga Bashkia e Beratit që të merreshin masat paraprake, të gjitha bizneset në krah të kësaj pedonaleje rrezikohen nga përmbytja. Deri më tani, ka ndonjë problem apo shkaktuar ndonjë dëm tek bizneset? Shmangur. Të lutem pa dashur ndërpres deri më tani tek bizneset, pra ujë okej në pedonale dhe gjithçka. Ka ujë në brendësi të bizneseve lokale, bare dhe dyqane janë ato pak a shumë. Po, janë barë, dyqane, banka, farmaci. Deri tani ka arritur, do me thënë, pa i dëmtuar, po ka arritur tek 20 centimetra. Dhe me gjithse po punohet me intensitet të lartë, me pompat e zjarfikëseve për t'i shmangur, për t'i hequr sa do pak ujin, dhe gjithë institucionet e Beratit kanë dalë në rrugë, por akoma lumi është në shtim dhe pritet që nga Skrapari, pritet vala tjetër, një val, do me thënë një prurje edhe më e madhe. Kjo është problematike në rast se do të kemi shtimin e ujit në lumin Osum. A janë kapacitetet? Është përmbytur pedonalja në disa pjesë. Diçka lutim, janë kapacitetet, gjithë institucionet më thatë që janë në teren, vetë qytetarët pak a shumë çfarë po bëjnë, besoj janë të shqetësuar nga kjo situatë, me gjithë ata që kanë biznese? Po.
Po të gjitha kapacitetet e mjaftueshme, pasi kemi më shumë se 4 zjarr fikse dhe ato janë të gjitha në punë. Gjithashtu edhe qytetarët dihet që janë pothuajse që në orët e para të mëngjesit janë gjetur pranë bizneseve të tyre dhe institucioneve, siç thash bankat apo farmacitë apo gjithçka që ka përgjatë pedonales o sumit. Megjithatë edhe Bashkia Berat shërbimi është pranë tyre duke i ndihmuar me thasët me rërë që të kenë mundësi për të shmangur sa do pak futjen e ujit në për këto biznese. E kuptoj. Mirë, faleminderit Moza, faleminderit kolegës Mimoza Sinanaj në lidhje me këtë raportim parë, do të ndjekim situatën e pasardhë, do të kemi tjera komunikime. Armand, pak shkurtimisht të lutem në terren, le të themi kush ndodhet dhe si po përgatiten momentalisht për të përballuar një situatë ndoshta pak edhe më të vështirë dhe qytetarët, banorët, çfarë po bëjmë pra, përveç shqetësimit të madh patjetër. Në teren që prej ditës së parë, pra në ditën e tretë, në momentin në cilën u dha dhe alerti, është ndodhur vetëm kreu i emergjencave civile Aki Çako, normalisht edhe pushteti vendor, prefektur apo edhe bashkim. Megjithatë, ai çka ka qëndruar në kokë edhe të njësisë lëvizje të qendrës operacionale është pikërisht kreu i emergjencave, në cilën dhe mbrëm, sikurse theksova kur intervistova, tha do të qëndrojmë deri në momentin në cilin Vjosa do të futet në shtatin e vet dhe nuk do të paraqesë asnjë rrezik. Nuk ka qenë optimist, por as pesimist. Është ka thënë që jemi në alert, do të qëndrojmë në alert duke parë edhe curinë e prurjeve dhe nuk do të nxitohemi, tha Çaku mbrëm, të paktën që të themi situata është në kontroll. Nuk është në kontroll, normalisht do ta mbajmë në monitorim, përderisa edhe vetë deklaroi që 10 banesa janë në njësi Novosja dhe 4 në territorin e Fjedrit, deri tani janë evakuar 14 familje pranë të afërmëve të tyre, por që duket edhe nga pamjet që Vjosa vazhdon të ketë prurje dhe më së miri tregon ura e vjetër e Mifolit. Eksakt, që ka vajtur deri nivelin e urës vjetër të Mifolit, shumë. Që është situata, po e shohim pamje, po që është në këto pamje, po që është le të themi pas shpinës tuaj, megjithëse ju tani u zhvendosët. Po, e kuptoj. Mirë Armand, faleminderit për këtë komunikim të parë, do të kemi çdo kontakt gjatë ditës për negur hapasapë situatën. Faleminderit.